Dëgjo mua të lutem. Ti je si unë, një homo sapiens, njeriu që mendon. Jeta, kjo mrekulli në univers, u shfaq rreth 4 miliard vjet më parë. Kurse ne njerëzit kemi vetëm 200.000 vjet. E megjithatë, ne ja dolëm ta trondisim këtë ekuilibër kaq thelbësor për jetën në tokë. Dëgjoje me vëmendje këtë histori të jashtëzakonshme, që është jotja, edhe pastaj vendos vetë se çdo të bësh. Ja gjurmët e origjinës sonë. Në fillim planeti ynë s'ishte vetëse një kaos prej zjarri, një grumbull pluhurash, i ngjashëm me shumë planete të tjerë në univers. E megjithatë, këtu lindi një mrekulli. Jeta. Sot kjo jeta jonë, s'është tjetër vetëse një hallkë në zinxhirin që lidh qeniet e panumërta të gjalla që prej 4 miliard vjetësh. Sot, e kësaj dite, vulkanet vazhdojnë të gdhendin peisazhet tona. Ata na mundsojnë të shohim çka ishte toka jonë në lindje të saj, një magmë shkëmbinjsh që dalin nga thellësitë që ngrinë, plasariten, fryhen, përpara se të shuhen për një kohë. Këto tymëra që dalin nga thellësitë e tokës janë gjurmët e atmosferës së zanafillave. Një atmosferë që s'ka oksigjen. Një atmosferë dendur, plot me karbon, e ngarkuar me avull ujë, një kaldaj. Edhe pastaj toka u fto. Avulli i ujit u kondensua për të kthyer sërish në formë shirash të rrebesht. Në një largësi të mirë nga dielli, as tepër larg, as tepër afër. Toka është në ekuilibër të përkryer për ta ruajtur ujin në formë të lëngshme. Uji hapi rrugët e saj. Ato janë si venat e trupit, si degët e pemës, si enët limfatike që ai i solli tokës. Lumenjt i marrin shkëmbit mineralet e tij dhe i çojnë pak nga pak në ujin e ëmbël të oqeaneve. Dhe oqeanet ngarkohen me krip. Nga vim ne, kush krepi pra shkëndia e parë e jetës, mrekulli e kohës, format e jetës primitive ekzistojnë gjithmonë në burimet e ngrohta të globit. Janë pikërisht ato që i japin atij ngjyrat e tyre. Ato i quajmë arkeobakterie. Të gjitha ushqehen nga ngrohtësia e tokës me përjashtim të njërës, cyanobakterias, apo algës blu jeshile. Vetëm ajo ka aftësinë të rrotullohet drejt dritës së diellit për të thithur energjinë e saj. Ajo është një nga paraardhësit madhor të gjitha specieve të bimëve të dieshme edhe të sotme.
Kjo bakterie e vogël dhe miliarda pasardhësit e saj do ta ndryshojnë fatin e planetit tonë. Ato do ta shndrojnë atmosferën e tij. Ku është karboni që mbulon të qiellin? Ai është gjithnjë aty, por është ngujuar në shkëmbin që mbulojnë tokën. Këtu shtrihej dikur një oqean i populluar nga organizma shumë të vogla. Ato thithin karbonin e shpërndar në atmosferë për të formuar zhguallin e tyre. Këto formacione shkëmbinjsh janë këto zhgualle të akumuluara të këtyre miliarda e miliarda organizmave mikroskopike. Fal tyre, karboni u largua nga atmosfera dhe një jetë tjetër mund të fillonte. Është pikërisht gjallimi ai që ndryshoi atmosferën. Bima ushqehet me energjinë e diellit. Ajo i lejon të thyej molekulën e ujit dhe të marrë prej saj oksigjenin. Dhe oksigjeni mbush ajrin. Cikli i ujit mbi tokë është një rifillim i përjetshëm. Ujvara, avuj ujrash, re, shira, burime, lumenj, dete, oqeane, akullnaja. Cikli nuk ndërpritet kurrë. Është gjithmonë e njëjta sasi ujë në tokë. Të njëjtën sasi thithin të gjitha speciet që kanë pasuar njëra tjetrën. Uji është materie e pabesueshme, një ndër më të paqëndrueshme. Ai merr formën e lëngshme të ujit të rrjedhshëm, të gazt të avullit të ujit, apo të ngurtë të akullit. Në Siberi, sipërfaqja e akullt e liqeneve në dimër mbart gjurmët e forcave që shfaq uji kur ngrin. Më i lehtë se uji, akulli pluskon. Ai formon një mantel mbrojtës kundër të thotit, nën të cilin mund të vazhdojë jeta. Motori i jetës është lidhja. Gjithçka është e lidhur. Asgjë nuk mjafton në vetvete. Uji dhe ajri janë të pandashëm, të bashkuar për jetë edhe për jetën tonë mbi tokë. Gjithçka është ndarje. Kjo njollë e gjelbër e largët që shfaqet mes rreve është burimi i oksigjenit të ajrit. 70% e këtij gazi të domosdoshëm, për mushkërit tona, vjen nga algat që ngjyrosin sipërfaqen e oqeaneve. Toka jonë mbështetet në një ekuilibër ku sekush ka vendin e vet. Ku sekush ekziston vetëse në ekzistencën e tjetrit. Një ekuilibër i lehtë, i brisht, që hiç gjë mund ta prish. Kështu, koralet lindin nga një martesë, ajo e një alge me një butak. Ato mbulojnë më pak se 1% të sipërfaqes së oqeaneve, por ato strehojnë mijëra specie peshqish, algash dhe moluskesh. Nga kjo varet ekuilibri i të gjitha oqeaneve. Toka e llogarit kohën vetëm në miliarda vjet. Asaj janë dashur më shumë se 4 për të krijuar pemën. Në zinxhirin e specieve, pema është një kulm më vete, një skulpturë e gjallë dhe e përkryer. Pema është një sfidë për rëndesën. Ajo është i vetmi element natyror në lëvizje të pandërprerë drejt qiellit. Ajo rritet pa ngut drejt dritës, me të cilën
ushqehet gjathtënaja e saj. Ajo ka trashëguar nga ajo cianobakteria e vockël fuqinë për të thithur energjinë ndriçuese. Ajo e grumullon dhe ushqehet me të për ta shndërruar në dru dhe në gjethe. Kjo materie dekompozohet më pas në një përzierje uji, minerali, bimësh dhe gjallësash. Edhe kështu, pak nga pak, formohen shtresat e tokës. Shtresat e tokës gëlojnë nga një veprimtari e pareshtur, ku mikroorganizmat ushqehen, rrëmojnë, ajrosen, shndërrohen. Ato krijojnë humusin, këtë mantel pjellor me të cilin është e lidhur jeta në kontinente. Çfarë dim ne për jetën në tokë? Sa specie njohim? 10-10, 100 ndoshta? Çfarë dim për marrëdhëniet që lidhen midis tyre? Toka është një mrekulli. Jeta mbetet një mister. Familje kafshësh janë formuar, ndërthurur me njëra tjetrën përmes zakonesh dhe ritesh që përjetësohen nga brezi në brez. Disa janë përshtatur me natyrën e kullotave të tyre dhe kullotat e tyre janë përshtatur me to. Secili gjen atë që kërkon, kafshën për të shuar urinë, pemën për gjethin e ri. Në aventurën e madhe të tokës, çdo specie ka rolin e vet, çdo specie ka vendin e vet. Asnjëra s'është e kotë apo e dëmshme. Të gjitha balancojnë njëra tjetrën. Edhe pikërisht këtu shfaqesh në këtë histori. Ti, ti, Homo sapiens, njeriu që mendon. Ti përfiton nga trashëgimia prallore mbi 4 miliard vjetëve që të jep toka. Ti s'ke vetë se 200.000 vjet, por ti do t'i ndryshosh faqen botës. Ndonë se i brisht, ti do t'i pushtosh të gjitha mjediset. Do të shtish në dorë teritoret të tëra, gjë që se kishte bërë asnjë specie tjetër përpara teje. Pas më shumë se 180.000 vjet enda cakrije, në sajet një klime më të butë, njeriu ngulet. Ai nuk varet më vetëm nga gjuetia për të mbijetuar. Ai zgjedh për të vendosur rajone të lagshta ku gëlojnë peshqit, gjahu dhe bimët e egra, atje ku përzihen toka
jeta dhe uji. Edhe sot e kësaj dite pjesa dërmuese e njerëzimit jeton përgjatë brigjeve, të lumenjve, deteve dhe liqeneve. Në planet, 1 në 4 persona vazhdon të jetojë ashtu siç mund të jetonte njerëzimi përpara 6.000 vjetësh, pa energji tjetër, përveç asaj me të cilën na furnizon natyra stim pas stim. Është fjala për jetën e mbi 1,5 miliardë qenjesh njerëzore, më shumë se e tërë popullsia e vendeve të pasura e marrë së bashku. Por shpresa për jetën është e shkurtër. Puna e rënd, kapricciot e natyrës rëndojnë mbi ekzistencën e përditshme. Edukimi është i rrallë, fëmijët janë e vetmja pasuri, kaq shumë nevojë ka njeriu për krah pune për të siguruar mbijetesën. Genialiteti i njeriut është se ka patur gjithmonë para ndjenjen e dobësisë së tij, energjinë fizike, forcën që natyra nuk ja ka dhënë, ai do t'i kërkojë te kafsha që e ndihmon në zbulimin e territoreve të reja. Po, si ta pushtosh botën me barkun bosh? Shpikja e bujqësisë e ka tronditur historinë tonë. Kjo ndodhi më pak se 10.000 vjet më parë. Ajo që e revolucioni ynë i parë. Ajo na solli te pricat e para dhe ne krijuam qytetet edhe qytetërimet tona. Kujtimi i mijëvjeçarëve me kodjet e bimësisë së egër u fshi. Dritrave që u bën majaja e jetës sonë, ne ju shumëfishuam varietetet, mësuam t'i përshtasim me tokat tona dhe klimën tonë. Ne jemi si të gjitha speciet mbi tokë. Shqetësimi ynë primar është të ushqehemi për ditë. Kur toka është më pak bujare dhe uji më i rrallë, ne dim të shpalosim mrekullit për të nxjerrë nga toka mjetet e jetesës.
Njerëzit I modeluan hapësirat me durimin dhe përkushtimin që kërkon toka, si një sakrificë që rifillon pa pushim. Bujqësia është gjithherët zanati I parë I botës. Gjysma e njerëzimit vazhdon të kultivojë tokën, dhe më shumë se 3/4 e bëjnë me dorë. Bujqësia është si një traditë që transmetohet nga brezi në brez, me djers, punë dhe mundim, sepse ajo është për njerëzimin vetë kondita për mbijetesën e tij. Këtë energji që njeriu e kultivon me fuqinë e krahëve të tij, ai do ta nxjerrë një ditë që nga thellësitë e tokës. Këto flak janë përsëri bimësi. Një xhep dielli, energji e kulluar, energji e diellit e mbledhur në miliona vjet nga miliona bimë që prej më shumë se 100 milion vjet. Është qymyri, është gazi dhe mbi të gjitha është nafta. Është pikërisht ky xhep dielli që na çliroi nga puna e tokës. Me naftën hapet koha e njeriut që të çlirohet nga koha. Me naftën, disa prej nesh njohën një komoditet që njerëzimi nuk e kishte përfituar kurrë më parë. Dhe në 50 vjet, ne ndryshuam tokën më shpejt se të gjithë njerëzit që kanë jetuar para nesh. Gjithçka ecën me shpejtësi. Gjatë 60 viteve të fundit popullsia e globit thuajse është trefishuar. Dhe mbi 2 miliard njerëz kanë zbritur në qytete. Gjithçka ecën me shpejtësi. Ky qytet, Shenzheni, në Kinë, me qindra qiell gërvishtëse dhe miliona banorët e tij, ishte ende një fshat I vogël peshkatarësh, jo më larg se 40 vjet të shkuara. Gjithçka ecën me shpejtësi. Në Shangaj janë ngritur në 20 vjet 3000 kulla dhe qiell gërvishtëse. Me qindra janë ende në ndërtime sipër. Sot në 7 miliard njerëz, më shumë se gjysma jetojnë në qytete. New York, metropoli numër 1 I botës, është simboli I shfrytëzimit të gjitha energjive që toka I ofron genialitetit të njerëzve. Forca e krahut, e miliona emigrantëve, energjia e qymyrit, fuqia e 10 fisht e naftës. Amerika është e para që përdor fuqinë e re edhe të stërmadhe të arit të zi. Në fshatra, makinerit kanë zëvendësuar njerëzit. 1 litër naftë furnizon energjinë që do të kërkonte 100 palë krah pune për 24 orë. Por në botë, vetëm 3% e fshatarëve kanë një traktor. Megjithatë, prodhimi I tyre dominon planetin. Në Shtetet e Bashkuara kanë mbetur vetëm 3 milion fermer. Vetëm prodhimi I tyre I drithrave mund të ushqejë 2 miliard njerëz. Por këtu, si në të gjitha vendet e industrializuara, këto drithra shndrohen së pari në ushqim për blegtorin dhe në agrokarbure. Energjia e xhepit të diellit largon spektrin e thatësirave që ishte makthi I bujqësisë. Asnjë burim nuk I shpëton kësaj bujqësie që përdor 70% të ujit të konsumuar nga tërë njerëzimi. Në natyrë gjithçka është e lidhur. Shtrirja e sipërfaqeve të kultivuara dhe monokulturat sigurojnë një faunë gjithnjë më të madhe pa parazit. Pesticidet, tjetër dhurat e petrokimisë, ja zgjesojmë. Lamtumir korrjeve të këqija edhe kërcënimit të urisë. Bujqësia prodhon kaq shumë
sa që duhen administruar këte jetutjet e prisat. Por pjesa dërmuesje e këtyre produkteve toksike shpërndahet në ajër, tokë, bim, kafsh, rrjedhjet e ujit, oqeane. A janë këto substancat të dëmshme për specien njerëzore, të cilën ato e shpëtuan nga uria? Këta bujq, të mbrojtur nga kominoshet e tyre të verdha, janë ata që e din me siguri. Plehrat së fundi, edhe ato kanë dalë nga industria e naftës. Ato i sjellin një pjellori të paimagjinueshme, çdo lloj ngastre e lënë pas dore nga njerëzit. Parat e përshtatura me terrenin dhe klimën u lën vend varieteteve nga më produktivet, më të lehta për të transportuar. Kjo ka qenë arsyeja që brenda një shekulli, 3/4 e varieteteve që njeriu kishte seleksionuar gjatë mijëra vjeçarve u zhdukën. Të shtrira në pafundësi, ple për poshtë, plastik për sipër, serrat e shkretëtirës së Almerias janë kopshti i zarzavateve të Evropës. Një qytet perimesh të kalibruara më së miri pret çdo ditë qindra kamion që i çojnë në supermarkete. Sa më shumë që zhvillohet një vend, aq më shumë konsumojnë mish banorët e tij. Si të përmushet kjo kërkesë në rritje në botë, pa krijuar ndërmarrje mbarshtrimi të gjellit, thuajse të përqendruar? Gjithçka ecën me shpejtësi. Të prodhosh mish më shpejt se sa kafsha është bërë një rutinë e përditshme. Në morinë e këtyre vathve të shkelur nga miliona kafsh, nuk mbin as edhe një fije bari. Vargu i kamionëve që vijnë nga të gjitha anët e vendit sjellin tonelata me drithra, soj dhe pluhur të tej koncentruar që shndrohen në tonelata mishi. Bilanci. Duhen 100 litra ujë për të prodhuar 1 kilogram patate, 4.000 për 1 kilo oriz, 13.000 për 1 kilo mish lope, pa llogaritur naftën për prodhimin dhe transportin e tij. Bujqësia jonë është bërë një bujqësi nafte. Ajo na ka mundësuar të ushqejmë 2 herë më shumë qenie njerëzore në tokë. Por ajo e ka zëvendësuar shumëllojshmërinë me standardizimin. Bujqësia ka mundur të na ofrojë një komoditet të paimagjinueshëm, por ajo e bën mënyrën tonë të jetesës krejtësisht të varur nga nafta. Ja njësia e re matse e kohës sonë. Sahati i botës sonë rreh këtë jetutje sipas ritmit të këtyre mekanizmave të palodhshëm të vendosur në xhepin e diellit. Planeti mbar dëgjon këtë mërmërim që përkund shpresat dhe iluzionet tona. Ato shumëfishohen bashkë me nevojat tona, dëshirat tona, gjithnjë më të pangishme edhe shpërdorimet tona. Ne dim që fundi i kësaj nafte badjava është paralajmëruar, por ne nuk duam ta besoj. Për shumë prej nesh, ëndra amerikane mishrohet në emrin e një qyteti emblematik, Los Angeles. Në këtë qytet që shtrihet në më shumë se 100 kilometra, numri i makinave është thuajse i barabartë me numrin e banorëve. Çdo natë atje luhet parada fantastike e energjisë. Ditët ngjajnë thjesht si një pasqyrim i zbet i netëve që shndrojnë qytetin në një qiell me yje. Gjithçka ecën me shpejtësi. Distancat nuk maten më me milje, por me minuta. Automobili ravizon periferitë e reja të secili në shtëpinë e vet, ku pavionet të bindur janë vënë në rresht në neonet e rrugëve pa dalje. Ky model i vendeve fort të lumtura është bërë një ëndër e përbotshme, e përhapur në të gjitha televizorët e botës. Edhe këtu në Pekin, pavionet e standardizuara i kanë fshirë pagodat.
Makina është bërë simboli I shoqërive të mirëqenies dhe të progresit. Nëse ky model do të ndiqej nga të gjithë, planeti do të numëronte jo më mbi 900 milion automjete, por 5 miliard. Gjithçka ecën me shpejtësi. Sa më shumë që zhvillohet bota, aq më shumë shtohet etja për energji. Kudo makineritë gërmojnë, kthehen prap, I marrin tokës mineralet e fshehura në thellësitë e saj, që nga krijimi I saj. Privilegji I pushtetit, 80% e kësaj pasurie të nëndeshme konsumohet nga 20% e popullsisë së globit. Përpara fundit të shekullit, ky shfrytëzim pa mas do të ketë shtëruar thuajse tërë rezervat e planetit. Gjithçka hecën me shpejtësi. Kantierët detar prodhojnë në zinxhir kontenier, gazmbajtës për të transportuar një prodhim industrial të globalizuar. Shumica e të mirave të konsumit përshkojnë me mijëra kilometra midis vendeve që I prodhojnë dhe atyre që I konsumojnë. Që nga 1950-a, shkëmbimet ndërkombëtare janë 20 fishuar. 90% e këtyre shkëmbimeve tranzitojnë në rrugë detare. 500 milion kontenier transportohen çdo vit. Ato shkojnë në qendrat e mëdha të konsumit në botë, si Dubai. Dubai është një lloj kulmi I modelit perëndimor. Është vendi ku edhe e pamundura bëhet e mundur, si vizatimi I ishujve në det. Dubai ka pak burime natyrore, por me paratë e naftës, ai mund të sjell miliona tonelata materiale, punëtor nga mbar bota dhe të ndërtojë qiellgravishtet më të larta të botës. Dubai nuk ka fusha, por ai mund ta importojë ushqimin e tij. Dubai nuk ka ujë, por ai mund ta shndrojë ujin e kripur të detit në ujë të pishëm me koston e një energjie të konsiderueshme. Dubai ka diell pafund, por ai injoron panelet diellore. Është totemi I një moderniteti tërësor, përpara së cilit toka mbar sresht së çuditurit. Dubai është si fanari I ri I tërë parasë së botës. Asgjë nuk duket më larg natyrës se sa Dubai, ndërkohë që asgjë nuk varet nga natyra më shumë se sa Dubai. Ky qytet s'ka bërë gjë tjetër veç se ka ndjekur modelin e vendeve të pasura. Ne nuk jemi ndërgjegjësuar që jemi duke shtëruar atë çka natyra na ofron. Që nga 1950-a, sasia e peshkimit ka kaluar nga 18 në 100 milion ton në vit.
ose 5 herë më shumë. Mijëra anije uzina boshatisin oqeanet. 3/4 e zonave të peshkimit janë shtëruar, janë në perëndim ose në kufijtë e ekzistencës. Shumica e peshqve të mëdhenj janë zhdukur, për shkak se s'kan patur kohë të riprodhohen. Ne jemi duke thyer ciklin e jetës që e kishin dhurat. Me ritmin aktual të sasisë së peshkimit, tërësia e burimeve të peshkimit rrezikohet të shterojë. E megjithatë, peshku është ushqimi bazë për 1 në 5 veta në planet. Burimet janë të rralla, ne e kemi harruar këtë. 500 milion njerëz banojnë në rajonet jo pjellore të botës, më shumë se sa e tërë popullsia europiane e marrë së bashku. Ata e njohin vlerën e ujit. Ata din edhe ta përdorin me kursim. Këtu, ata varen nga puset e ushqyera me ujë fosil, i grumbulluar në tokë në kohrat, kur në këto shkretë të tjera binte akoma shi. Ai është 25.000 vjeç. Ky ujë fosil ka mundësuar shtrirjen e kulturave në shkretë të tjera për t'i ushqyer më mirë popullsitë. Këto fusha të rrumullakosura janë vizatuar nga karuzelet që i ujisin, por çmimi për të paguar është i rëndë. Ky ujë fosil nuk shtohet ose shtohet fare pak. Në Arabinë Saudite, ëndra për një bujqësi industriale në shkretë tirë po shuhet. Këto pikat të qarta që duken sikur janë vënë në një pergamen, janë gjurmët e ngastrave të braktisura. Karuselet e ujitjes janë gjithnjë aty. Energjia për të pompuar gjithashtu, por uji fosil po shteron. Izraeli e ka bërë shkretë të tirën një vend bujqësor. Ndonë se këto sera ujiten, këtë jetutje pik-pik, nevojat për ujë nuk rreshtin së shtuari bashkë me eksportet. Lumi Jordan s'është më vetë se një rëke ujë. Uji i tij ka firuar, pjesërisht në arkat e perimeve apo të frutave, drejt supermarketeve të botës. Fati i Jordanit nuk është i vetmi. Në planet, 1 në 10 lumenj të mëdhenj nuk e arrin më detin për shumë muaj në vit. E privuar nga Jordani, niveli i detit të vdekur ulet në 1 metër çdo vit. India rrezikon të jetë vendi më i prekur nga mungesa e ujit gjatë këtij shekulli. Paditja masive mundsoi ushqimin e një popullsie në rritje dhe në 15 vjet u hapën 21 milion puse. Por në shumë rajone të vendit duhet nxjerrë ujë nga thellësi gjithnjë më të mëdha. Në perëndim të Indis janë braktisur 1/3 e puseve. Shtresat e ujit nëntoksor po thahen. Këto rezervuar të mëdhenj
do të mbledhin ujin e musonit për të zëvendësuar ujin e shtresave. Gjatë stinës së thatë, gratë fshatare i gryen me dorë. Për mijëra kilometra shpenzohen 800 deri 1000 litra ujë në ditë për person. Las Vegasi u krijua në mes të shkretëtirës. Miliona njerëz rrojnë atje. Mijëra të tjerë ngulen çdo vit. Banorët e Las Vegasit janë ndër konsumatorët më të mëdhenj të ujit në botë. Palm Springs është një tjetër qytet i shkretëtirës, me një bimësi prej vendit të lagësht dhe me fusha golfi të përsosura. Po për sa kohë mund të lullëzoj ky vegim? Për sa kohë? Toka nuk mund të ndjek më këtë ritëm të shfrenuar. Coloradoja, që ushqen këto qytete, është një nga ata lumenj që nuk arrin më në det. Niveli i liçeneve furnizues për gjatë rrjedhës së tij ka rënë. Mungesa e ujit mund të prek afërsisht 2 miliard njerëz në botë përpara 2025-s. Zonat e lagështa mbulojnë 6% të sipërfaqes së planetit. Në ujërat e tyre të qeta, fshihet një uzinë e vërtet, ku bimë dhe mikroorganizma marrin kohë të filtrojnë ujin dhe të tresin të gjithë ndotjet. Këto moçale janë mjediset e domosdoshme për rigjenerimin e ujit edhe për pastrimin e tij. Ato janë sfungjerë që rregullojnë fluksin e ujrave. Ato e thithin në stinën e lagësht edhe e nxjerrin në stinën e thatë. Në garën tonë për të fituar sipërfaqe tokash, ne i përvetësua moçalet për të kullotur gjedhët, për bujqësi, për të ndërtuar shtëpi. Në shekullin e kaluar, ne tham gjysmën e moçaleve të botës. Ne nuk e njihnim as pasurinë e tyre, as rolin e tyre. Tout est vivant, tout est lié. Gjithçka është e lidhur. Uji, ajri, toka, pemët, e tërë magjia e botës rrjedh nën sytë tanë. Pemët marrin frymë dhe e çojnë ujin e tokës në formë mjegulle të lehtë në atmosferë. Ato formojnë një mantel që zbut vrrullin e shirave. Ato sjellin lagështinë e nevojshme për çdo formë jete. Pyjet magazinojnë karbonin. Ato përmbajnë më shumë karbon se sa e gjithë atmosfera e tokës. Ato janë një prej gurëve të themelit të ekuilibrit klimatik, nga i cili varemi të gjithë ne. Pemët e pyjeve të egra strehojnë 3/4 e biodiversitetit të planetit, do me thënë të gjithë shkaje që rron mbi tokë.
Këto pyje sjellin ilaçet që na shërojnë, substancat që sekretojnë këto bimë, trupi ynë mund t'i njohë, qelizat tona flasin të njëjtën gjuhë. Ne jemi nga e njëjta familje. Por vetëm në 40 vjet, pylli më i madh i planetit, Amazona, ka humbur 1/5 e sipërfaqes së tij. Pylli i bën vend bashkëtrimit dhe kulturës së sojas. 95% e kësaj soje do të shërbejë për të ushqyer gjedhin dhe shpezët e Europës dhe Azisë. Ja si shndrohet pylli në mish. Borneo, ishulli i 4 më i madh i botës, ishte i mbuluar vetëm 20 vjet më parë nga një pyll i egër i pafund. Me ritmin aktual të shpyllëzimit, ai rrezikon të zhduket krejtësisht në më pak se 10 vjet. Jeta është lidhja midis ujit, ajrit, tokës dhe diellit. Në Borneo, në një nga rezervuarët më të mëdhenj të biodiversitetit në tokë, po prishet pikërisht kjo lidhje. Arsyeja e kësaj katastrofe. Borneo ju kthye prodhimit të vajit të palmës, një nga vajrat më produktiv dhe më të konsumuara në botë. Një pjesë e madhe e vajit të palmës përmbush kërkesën tonë në rritje për produkte ushqimore, por edhe kozmetike, detergjent dhe gjithnjë më shumë për agrokarbure. Shumëllojshmëria e pyllit i la vend një specie të vetme, palmës së vaj. Për popullsinë lokale, kjo është një burim punësimi, është industri bujqësore. Shembull tjetër i shpyllëzimit masiv. Eukalipti shërben për të prodhuar brum letre. Plantacionet shtrihen në përmasat e shtimit të konsumit të letrës. Ky konsum është 5-fishuar në 50 vjet. Rreth këtyre eukalipteve nuk mbin më asgjë, sepse gjethet e tyre formojnë një shtrojë toksike për shumicën e bimësive të tjera. Rritja e tyre është e shpejtë, por ajo shteron burimet e ujit. Soja, vaji i palmës, eukalipti, shpyllëzimi, shkatërron atë çka është thelbësore për të prodhuar të panevojitshme. Por gjetiu shpyllëzojnë për të mbijetuar. Mbi 2 miliard njerëz në planet varen akoma nga qymyri i drurit, afërsisht 1/3 e popullsisë së botës. Në Haiti, një nga vendet më të varfra të botës, qymyri i drurit është një nga produktet kryesore të konsumit. Haiti ishte perla e Antileve. Sot ky vend nuk mund të sigurojë mbijetesën e vet pa ndihmën e huaj. Në kodrat e Haitit s'ka mbetur më veç se 2% e pyjeve. E zhveshur, toka nuk mban më. Ajo rrëshket nga ujërat e shiut dhe përfundon në det. Tokat janë gjithnjë më pak të kultivueshme. Në disa rajone të Madagaskarit, erozioni është spektakolar. Kodra të tëra qahen në zgavra që shkojnë deri në qindra metra gjerësi. Dheu është një fabrikim i gjallimit, i holl dhe i brisht. Me erozionin, shtresa e holl e humusit, të cilit i qenë dashur mijëra vjet për të formuar, është zhdukur.
Ja një teori e historisë së Paskuanëve në ishullin e Pashkëve. Ajo mund të na bëjë ndoshta të mendojmë. Këtu në ishullin më të izoluar të botës, banorët i shfrytzuan burimet e tyre deri në fund. Qytetërimi i tyre nuk mbijetoi. Në këto toka rriteshin pemët më të larta të palmave në botë. Ato u zhdukën. Paskuanët i shfrytzuan deri tek e fundit. Atyre ju desh pastaj të përballeshin me një erozion të përgjithshëm të tokave të tyre. Paskuanët nuk mund të peshkonin më. Ata s'kishin më pemë për të ndërtuar pirogat, varkat e tyre karakteristike. Megjithatë, ata qenë një nga qytetërimet më madhështore të paqësorit, bujq të shkathët, skulptor, lundërtar të jashtëzakonshëm. Ata u zunë në morsën e mbi popullimit dhe të shterimit të burimeve. Ata njohën dhunën shoqërore, revoltat dhe urinë. Shumë prej tyre nuk i mbijetuan kësaj kataklizme. Misteri i vërtet i ishullit të Pashkëve nuk është më të mësojmë se si erdhën këto statuja të çuditshme në ishull, por të kuptojmë përse paskuanët nuk reaguan në kohë. Kjo s'është vetë se një ndër teoritë e shumta, por është ajo që na intereson. Që nga 1950-a, popullsia e botës thuajse është trefishuar, dhe që nga 1950-a ne e kemi ndryshuar më shumë ishullin ton, tokën, sesa gjatë 200.000 viteve të historisë sonë. Nigeria është vendi i parë eksportues i naftës në kontinentin afrikan. Megjithatë, 70% e popullsisë jeton nën pragun e varfërisë. Pasuria është aty, por banorët nuk kanë akses në të. Është një vërtet e përbotshme. Gjysma e të varfërve të planetit jeton në vende të pasura në burime. Mënyra jone e zhvillimit nuk i ka mbajtur premtimet. Në 50 vjet, hendeqet e pasurisë janë thelluar si kurrë ndonjëherë. Sot, gjysma e pasurisë botërore zotërohet nga 2% e më të pasurve. A mund të vazhdojnë akoma pabarazi të tilla? Janë pikërisht këto pabarazi që shkaktojnë lëvizjet e popullsisë për të cilat ne nuk jemi ndërgjegjësuar vërtet. Qyteti i Lagosit numëron të më pak se 700.000 banor në 1960. Ai do të numëroj 16 milion në 2025. Lagosi është një nga metropolet që rritet më shpejt në botë. Qytetarët e tij të rinj janë kryesisht fshatar, të detyruar të marrin rrugën nga syt këmbët nga fshatrat për shkak të vështirësive ekonomike, të demografisë dhe të zhdukjes së burimeve. Kjo rritje urbane është krejtësisht e re, sepse ajo ka si forcë lëvizëse varfërinë dhe jo pasurinë. Çdo javë, mbi 1 milion banor në botë i shtohen popullsisë së qyteteve. Çdo javë, një në 6 qenie njerëzore jeton sot në një habitat të pasigurt, të pashëndetshëm, të mbipopulluar, pa akses në lehtësirat e nevojshme për jetën e përditshme: ujë, tualet, elektricitet. Uria po shtohet përsëri. Ajo godet sot afërsisht 1 miliard njerëz.
Më të varfrit rrëmojnë në plehrat e botës për të mbjetuar, ndërsa ne vazhdojmë të gërmojmë në kërkim të burimeve që mendojmë se janë të domosdoshme. Ne kërkojmë gjithnjë më larg, në territore që ishin kursyer deri tani, edhe në rezerva gjithnjë më të vështira për të shfrytzuar. Ne nuk ndryshojmë model. Nafta e lëngshme rrezikon të na mungojë. Ne mund të nxjerrim një naftë të përzier me rëra bituminoze të Kanadas. Kamionët më të mëdhenj të botës zhvendosin rërën në mijëra tonelata. Përzjejmë, ngrohim, kullojmë, harxojmë miliona metër kub ujë për të ndarë bitumin nga rëra. Shpenzimi i energjisë është kolosal, por ndotja katastrofike. Asgjë s'duket më urgjente se sa zbrazja e të gjithë xhepave të diellit. Cisternat e naftës janë gjithnjë më të mëdha. Kërkesa jonë për energji rritet pareshtur. Ne duam të ushqejmë shtimin ton si një furrë e pafund, që kërkon gjithnjë më shumë lëndë djegëse. Kjo është një histori karboni. Atë karbonin që e bënte atmosferën ton furrë, që natyra e kishte thithur për miliona vjet, atë karbonin që mundsoi zhvillimin e jetës, një pjesë të madhe të tij, ne po e flakim brenda disa 10 vjeçarve. Atmosfera djeg. Pamja e kësaj anije në këtë vend ishte e pamundur vetëm para pak vitesh. Transporti, industria, shpyllëzimi, bujqësia, veprimtaritë tona prodhojnë sasi gjigande dioksidi karboni. Pa e kuptuar as fare, molekul pas molekule, ne e kemi tronditur ekuilibrin klimatik të tokës. Sytë tanë janë kthyer nga polet. Askund nuk shihet më mirë se atje ndryshimi klimatik që thuhet se po ndodh. Ai po ndodh me shpejtësi shumë të madhe. Masa e akullit arktik po shkrin. Si pasojë e ngrohjes, masa akullnajore ka humbur 40% të trashësisë së saj në 40 vjet. Sipërfaqja e saj në verë të kurret nga viti në vit. Ajo mund të zhduket përpara 2030-s. Disa thonë në 2015. Rrezet e diellit që sipërfaqja e akullt dikur i kthente mbrapsht në qiell, depërtojnë tani më në ujin e errët dhe ngrohin. Ngrohja po ndodh me ritme të shpejta. Në këto akuj lexohen arkivat e klimës sonë. Kur s'ka qenë kaq i lartë për qëndrimi i dioksidit të karbonit që prej qindra mijëra vjetësh. Njeriu s'ka njohur kur atmosferë të ngjashme. Mosvall shfrytëzimi pacak i burimeve nga ana jonë, por rrezikon jetën e specieve. Ndryshimi klimatik e rrit rrezikun. Përpara 2050-s ka gjasa që 1/4 e gjithë specieve të gjalla në tokë të rrezikojnë të zhduken. Në këto rajone polare, ekuilibri i biodiversitetit është tronditur tashmë.
Rreth polit të veriut, shtresa akullnajore ka humbur 30% të sipërfaqes së saj në 30 vjet. Por me ngrohjen e përshpejtuar të Groenlandës, uji ëmbël i një kontinenti të tërë, po i bashkohet ujit të kripur të oqeaneve. Në akullnajin e vetë, Groenlanda mbart 20% të ujrave të ëmbla të planetit. Shkrirja e tyre do të sillte një ngritje të nivelit të detit deri në 7 metra. Megjithatë, asnjë industri s'është vendosur këtu. Kësula akullnajore e Groenlandës po vuan lëshimin e gazrave me efekt serë të hedhura gjetiu në tokë. Ekosistemi ynë nuk njeh kufi. Kudo qofshim ne, veprimet tona pasqyrohen në tërsinë e tokës. Atmosfera e tokës sonë është një dhe e pandashme. Ajo është prona jone e përbashkët. Në sipërfaqen e Groenlandës, po qelin liqene. Kësula akullnajore ka filluar të shkrijë me një ritëm që edhe shkencëtarët më pesimist nuk e imagjinonin dot para më pak se 10 vjet. Gurrat, këto lumenj akullnajor shtohen, bashkohen dhe gryen sipërfaqen. Mendohej se uji i tyre do të ngrinte në trashësinë e kësulës. Përkundrazi, ai rrjedh deri poshtë akullit. E merr me vete kësulën që rrëshket me një shpejtësi akoma më të madhe drejt detit dhe coptohet në iceberg. Uji ëmbël i Groenlandës i shtohet pak nga pak ujit të kripur të oqeaneve, duke rrezikuar tokat e ulta të planetit. Niveli i detrave rritet. Prapja e ujrave nën efektin e ngrohjes së shkaktuar, vetëm gjatë shekullit 20, një ngritje prej 20 centimetrash. Gjithçka po prishet. Koralet, për shembull, janë jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj edhe ndryshimit më të vogël të temperaturës së ujrave. 30% e tyre janë zhdukur tashmë. Ato janë një hallkë thelbësore në zinxhirin e vazhdimësisë së specieve. Në atmosferë vërehet se po ndryshon trajektoria e erërave të mëdha. Cikli i shirave ka ndryshuar. Gjeografia e klimës po ndryshon. Banorët e ishujve të ulët, si këtu në Maldive, janë të parët që rrezikohen. Shqetësimi i tyre sa vjen dhe rritet. Disa syresh janë vënë tashmë në kërkim të tokave të reja pritse. Çdo të bëjnë qytetet e mëdha të planetit si Tokyo, qyteti më i populluar i botës, nëse rritja e nivelit të detrave do të vazhdojë me këto ritme të shpejta. Nga viti në vit, parashikimet e shkencëtarëve janë gjithnjë e më alarmante. Fushat bregdetare strehojnë më shumë se 70% të popullsisë së botës. 11 nga 15 qytete më të mëdha të botës shtrihen në brigjet apo grykderdhjen e lumenjve. Me ngritjen e detrave, kripa do të pushtonte shtresën paraujore, duke i privuar banorët nga uji i pishëm. Fenomenet migratore do t'jenë të pashmangshme, e vetmja pasiguri do t'jetë për masa e këtyre fenomeneve.
Kilimanjaro në Afrikë ka ndryshuar pamje. 80% e akullnajeve të tij janë zhdukur. Në verë lumenjtë e tij nuk rrjedhin më. Popullata është prekur nga mungesa e ujit. Edhe në majat më të larta të botës, në zemër të vargmalit të Himalajës, borrat e përjetshme dhe akullnajat po teptisen. Mirë po, këto akullnaja luajnë një rol thelbësor në ciklin e ujit. Ato ruajnë ujin e stinëve të shirave në formën e akullit për ta kthyer në shkrirjen e borrave gjatë verës. Akullnajat e Himalajës janë burimi i lumenjve të mëdhenj të Azisë: Ganxhi, Mekongu, Yangtze, Kiangu, Indusi e tjerë. Të gjithë e kanë burimin atje. 2 miliard njerëz varen prej tyre për ujin e pishëm dhe ujitjen e kulturave të tyre, si në Bangladesh. I vendosur në deltën e Ganxhit dhe të Brahmaputrës, Bangladeshi është drejt për drejt i prekur nga fenomenet që ndodhin në Himalaja edhe në nivelin e detrave. Ky vend është një nga më të populluarit dhe më të varfërit e botës. Ai vuan tashmë nga ndryshimi klimatik. Nën efektin e përmbytjeve dhe të uraganeve gjithnjë më të dendur, 1/3 e sipërfaqes së tij mund të zhduket. Vendet e pasura nuk do të kursehen. Thatësira do të prek planetin kudo. Në Australi, gjysma e tokave është prekur tashmë. Këtë ekuilibër klimatik, i cili ka mundësuar zhvillimin ton që prej 12.000 vjetësh, ne po e kompromentojmë. Zjarret po shumëfishohen deri në dyert e qyteteve të mëdha. Ato nga ana e tyre po shtojnë akoma më shumë ngrohjen. Pemët e djegura çlirojnë karbon me shumicë. Sistemi që drejton klimën tonë është krejtësisht i trazuar. Elementët mbi të cilët bazohet ai janë trazuar. Ora e ndryshimit klimatik është atje, në këto peizazhe të mrekullueshme. Jemi në Siberi, ku si në vendet të tjera të globit, bën aq ftohtë sa që toka qëndron vazhdimisht e ngrirë. Pikërisht kjo tokë është ajo që në glasiologji quhet permafrost. Në sipërfaqen e saj shihet një bombë e vërtet klimatike: metani. Metani është një gaz me efekt serr 20 herë më i fuqishëm se dioksidi i karbonit. Nëse ky permafrost do të shkrihej, çlirimi i metanit do të shkaktonte një efekt serr të furishëm, pasojat e të cilit do të ishin të paparashikueshme. Një furi do të na çojë drejt një toke të panjohur. Njerëzimit nuk i mbeten më shumë se 10 vjet për ta përmbysur këtë prirje dhe për të shmangur kapërcimin e kufirit të kësaj toke të panjohur që do të ishte këtë jetutje jona. Ne kemi krijuar fenomene që i kapërcejnë fuqitë tona për t'i zotëruar. Që nga zanafillat,
uji, ajri, materia, qenjet e gjalla janë të lidhur angusht. Por ka pak kohë që ne po i këpusim këto lidhje, të mos i fshehim fytyrën. Atë çka dim duhet ta besojmë. Gjithçka pam është shëmbëltyra jonë. Ne e kemi bërë tokën sipas prerjes sonë. Na ka mbetur pak kohë për ta ndryshuar. Si mund ta mbajë ky shekull peshën e 9 miliardë qenieve njerëzore, nëse nuk pranojmë të pagojmë më në fund për gjithçka për të cilën përgjegjës jemi vetëm ne. Njëzet përqind të njerëzve konsumojnë më shumë se 80% të burimeve të planetit. Shpenzimet ushtarake mbar botërore janë 12 herë më të larta se ndihma për zhvillim. $5.000 vetë vdesin për shkak të ujit të ndotur. 1 miliard njerëz nuk kanë mundësi të përdorin ujë të pishëm. Një miliard njerëz kanë uri. Mbi 50% e dritrave të tregtuara në botë janë paracaktuar për mbarshtimin edhe për agrokarburet. %40 e tokave të punueshme janë degraduar. Çdo vit zhduken 13 milion hektar pyje. Një në 4 gjitar, një në 8 zoq, një në 3 amfib rrezikohen të zhduken. Speciet po shuhen me një ritëm 1000 herë më të lartë se sa ritmi natyral. Tre të katërtat e burimeve të peshkimit janë shtëruar. Janë në shtërim ose në kufit e shtërimit. Temperatura mesatare e 15 viteve të fundit ka qenë më e larta e regjistruar ndonjëherë. Masa akullnajore ka humbur 40% të trashësisë së saj në 40 vjet. Mund të ketë 200 milion refugjat klimatik përpara 2050-s. Fatura e veprimeve tona është e rëndë. Janë të tjera ata që e pagojnë pa qenë palë në lojë. Kam parë kampe refugjatësh të mëdha, sa një qytet të flakur në shkret të tirë. Sa burra, gra, fëmijë do të lëmë në cep të rrugës. A duhet ndërtuar gjithmonë mure për të kuptuar zinxhirët e solidaritetit njerëzor? A duhet ndar njerëzit nga njerëzit? Lumturia e disave nga fatkeqësia e të tjerëve? Është shumë vonë për të qenë pesimist. Unë e di
që dhe I vetëm njeriu mund t'i shëmbë të gjitha muret. Është shumë vonë për të qenë pesimist. Në botë, në 5 fëmijë, 4 shkojnë në shkollë. Arsimi su është dhënë kur më parë kaq shumë njerëzve. Kushdo mund veproj nga më I varfëri tek më I pasuri. Lesoto, një nga vendet më të varfra të planetit, I investon në shkallën më të gjerë pasuritë e veta në arsim. Katari, një nga më të pasurit, është I hapur për universitetet më të mira të botës. Përballë fatkeqësive dhe vuajtjeve, miliona organizata jo fitimprurse sjellin dëshminë se solidariteti I popujve është më I fortë se egoizmi I kombeve. Në Bangladesh, një njeri pati idenë të krijonte një bankë të paimagjinueshme. Ajo u jep hua vetëm të varfërve. Përthuajse 30 vjet, ajo u ka ndryshuar jetën 150 milion njerëzve në botë. Antarktiku është një kontinent me burime të pafundme që askush nuk mund t'i përvetsojë më. Është shumë vonë për të qenë pesimist. Qeveritë mbrojnë rreth 2% të ujrave të tyre territoriale. Pak gjë, por gjithsesi është 2 herë më shumë se 10 vjet të shkuara. Parqet e para natyrore janë pak më të vjetër se një shekull. Ato mbulojnë mbi 13% të kontinenteve. Ato krijojnë hapësira ku veprimtaria njerëzore ndërthuret me mbrojtjen e specieve, tokës dhe peizazhit. Kjo ujdi midis njeriut dhe tokës mund të bëhet rregulli e jo më përjashtim. Në Shtetet e Bashkuara, New Yorku e ka kuptuar se shërbime bën natyra. Pyjet dhe liqenet e tij furnizojnë me ujë të pishëm të gjithë qytetin. Në Korenë e Jugut, pyjet u shkatruan gjatë luftës së fundit. Pal një programi kombëtar ripyllëzimi, ato mbulojnë sërish 65% të sipërfaqes së vendit. Mbi 75% e letrës riciklohet. Costa Rica ka bërë zgjedhjen e saj midis shpenzimeve ushtarake dhe mbrojtjes së territorit të saj. Vendi s'ka më ushtri. Ajo ka parapëlqyer t'i vërë burimet e saj në dobi të arsimit, ekoturizmit dhe mbrojtjes së pyllit të saj palaezoik. Gaboni është një nga prodhuesit më të mëdhenj të drurit në botë. Ai ka imponuar prerjen selektive, jo më shumë se një pemë për çdo hektar. Pylli është një nga burimet kryesore ekonomike të tij. Ekzistojnë rregulla që garantojnë shfrytëzimin e mirë të pyjeve. Ato duhet të bëhen norme detyrueshme. Mes prodhuesve dhe konsumatorëve, drejtësia është një mundësi për të gjithë. Kur tregtia është e ndershme, kur përfiton një herazi, shitsi dhe blersi, edhe puna ndrit, edhe jeton me dinjitet. Çfarë drejtësie dhe çfarë barazie mund të vendoset midis atyre që punojnë me dorë dhe atyre që I mbledhin të korrat me makineri me ndihmën e shtetit? Të jemi konsumator të përgjegjshëm, të arsyetojmë për atë që blejmë. Është shumë vonë për të qenë pesimist. Unë kam parë një bujqësi në përmasat e njeriut. Ajo mund të ushqejë tokën mbar nëse prodhimi I mishit nuk e monopolizon ushqimin e njerëzve. Kam parë peshkatar të përgjegjshëm për gjaun e tyre edhe të shqetësuar për begatinë e detrave. Kam parë shtëpi që e prodhojnë vetë energjinë e tyre. 5.000 njerëz rrojnë në lagjen e parë ekologjike të ndërtuar në botë, në Friburg, në Gjermani. Qytetet të tjera po I bashkohen këtij projekti. Bombay është qyteti I një mit që është bashkuar. Qeveritë e Zelandës së Re, Islandës, Austrisë, Suedisë dhe mjaft të tjera kanë vendosur si përparësi të tyre zhvillimin e energjisë rinovueshme. Unë e di se 80% e energjisë që ne konsumojmë vjen nga burimet energjetike minerare dhe të karbureve. Çdo javë ndërtohen centrale të reja me qymyr, vetëm në Kinë. Por në Danimark, unë kam parë gjithashtu një prototip centrali me qymyr që e hedh karbonin në tokë dhe jo në ajër. Një zgjidhje për të ardhmen? Se di, ende, askush. Kam parë elika ere në brigjet e Danimarkës. Ato furnizojnë 20% të elektricitetit të vendit. Shtetet e Bashkuara, India, Gjermania, Spanja janë të parët që investojnë në energjinë e rinovueshme. Ato kanë krijuar tashmë mbi 2,5 milionë vende pune. A ka vend në botë ku s'fryn erë? Kam parë shkretë të tjera të pafund të mbytura në diell. Nëse gjithçka është e lidhur në tokë,
toka është e lidhur me diellin, burimi i saj I parë I energjisë. Atë që ka bërë bimësia duke marrë energjinë e tij, as mund ta bëjnë edhe njerëzit. Në një orë, dielli I jep tokës energjinë e konsumuar nga I gjithë njerëzimi në një vit. Për sa kohë që do të ekzistojë toka, energjia e diellit është e pashtershme. Mjafton të rreshtim së gërmuarit tokën edhe t'i ngrem syt nga qielli. Mjafton të mësojmë t'i shohim leverdin diellit. Të gjitha këto përvoja janë veç se shembuj, por ato dëshmojnë për zgjimin e ndërgjegjes. Ato ravizojnë rrugët e aventurës së re të njerëzimit, e bazuar tek masa, zgjuarësia dhe shpërndarja. Është qasti të gjejmë gjuhën e përbashkët, sepse s'është e rëndësishme ajo çka kemi humbur, por ajo çka na ka mbetur. Na ka mbetur gjysma e pyjeve të botës, mira lumenj, liqene dhe akullnaja, mira specie ende boll të gjalla. Ne dim shumë mirë se sot zgjidhjet ekzistojnë. Ne që të gjithë e kemi fuqinë për të ndryshuar. Atëhere, çfarë presim? E kemi në dorë ta shkruajmë vazhdimin e historisë sonë të gjithë bashkë.